Le të flasim për autofokusin. Ka shumë njerëz që nuk e kanë shumë të qartë se si funksionon autofokusi dhe përgjithsisht e lënë aparatin në settings default që ai ka vetë. Megjithatë, kjo nuk është gjithmonë rasti më i mirë pasi autofokusi duhet përdorur në bazë të situatës që ju gjeni. Pra ka situata të ndryshme për të cilat autofokus të modeve të ndryshme bëjnë punën më të mirë të mundshme. Le të shikojmë pak cilat janë modet autofokusit dhe cilin duhet përdorim kur. Në thelb ka 3 modalitete kryesore të autofokusit, që është manual, pra Fujifilmi e ka shumë të thjeshtë, më këtu. Manual do të thotë që kamera nuk ka autofokus, pra manual do të thotë që fokusin e vendos në ju, nëpërmjet rrotës që ka aparati këtu, pra ti vendos fokusin dhe distancën që subjekti është fokus. Kjo është shumë e thjeshtë për të përdorur, por varet gjithmonë nga preferenca. Ka njerëz të cilët e preferojnë që të shkrepin me manual focus sepse është më përfshirë se me procesin e të bërit fotografisë, krahasuar me të tjerët si për shembull unë që preferojnë shumë autofokusin. Tani, dy variantet e tjera janë diferencat më të mëdha të autofokusit. Një që është continuous autofocus, pra autofokus i vazhdueshëm, dhe një që është single, që është në një fokusohet vetëm një herë. Kush janë diferenca midis këtyre të dyjave, sepse këtu përgjithsisht njerëzit nuk e kanë shumë të qartë. Continuous autofocus, se pastaj do t'i shpjegojmë edhe si funksionon njëra dhe si funksionon tjetra. Continuous autofocus është që aparati vazhdon të bëj autofokusin gjatë gjithë kohës. Single point do të thotë që momenti që ti e shtyp shuttering përgjysmë, pra ose butonin e fokusit që e ka aparati, nëse ti e shtyp përgjysmë, atëherë aparati kërkon një subjekt derisa gjen diçka që është në fokus. Dhe aty ndalon. Pse është kjo e dobishme? Kjo përgjithsisht është e dobishme për situatat kur subjekti nuk ndryshon, nuk lëviz. Pra, çfarë do të thënë? Nëse unë shkrep një produkt, një subjekt, po them telefonin, i cili nuk ka për të lëvizur nga fushpamja, atëherë unë fokusohem, gjoj aparatin dhe nga ky moment tutje fokusimi është kryer dhe aparati nuk lëviz më dhe unë pastaj duhet thjesht të shkrep shuttering. Ndërsa continuous focus, aparati do përpiqet që ta bëj track gjatë gjithë kohës, pra ta ndjeki produktin gjatë gjithë kohës. Si për shembull, kjo është ajo që unë përdor në video. Pra, siç mund ta shohim, nëse unë vendos aparatin këtu dhe lëviz para dhe mbrapa, atëherë aparati që po filmon përpiqet gjatë gjithë kohës që ta ndjeki këtë. Dhe kjo është shumë e rëndësishme për lente të cilat janë me aperturë shumë të ulët, shumë të lartë, siç është lente që po filmon më, që është f1.0. Nëse juve keni një aperturë shumë të ulët, po them f16 dhe lente kanë gjerë, atëherë autofokusi është pothuajse i padobishëm, pasi shumica e figurës do jetë në fokus. Por nëse keni lentet e gjata me aperturë shumë të madhe, atëherë detyrimisht duhet autofokusi shumë i mirë. Tani, për single point focus, përgjithsisht janë disa modalitete edhe për secilën nga këto. Një ndër to është që aparati zgjedh vetë pikën të cilën do fokusohet. Mund të ketë eye detect edhe face detect. Pra flas gjithmonë për sistemet e Fujifilmit. Eye detect, që do të thotë nëse unë rri, jam një person dhe nuk lëviz, atëherë autofokusi çfarë bën? Fokusohet një herë te syri im më i afërt dhe ndalon. Po kjo ka një problem që nëse unë lëviz para dhe mbrapa, atëherë do dal nga fokusi. Kështu që në këto raste për shkrepur njerëzit sugjerohet continuous autofocus. Gjithsesi, një tjetër është area zone, që do të thënë ti zgjedh një pjesë të fotografisë, të pamjes dhe aparati e përqendron gjithë shpejtësinë e fokusimit te kjo zonë. Kjo përgjithsisht është e dizenjuar për subjekte që lëvizin dhe janë të paparashikueshëm. Ka edhe single point focus, që do me thënë është ti zgjedh një kuadrat që është mund të jetë shumë i vogël ose shumë i madh dhe i thua aparatit që në këtë kuadrat specifik duhet që të fokusohesh që të gjesh një subjekt. Për shembull, nëse unë dua që të fotografoj këtë aparatin, po them, por nuk dua që të fotografoj këtë lente, apo dua që të fotografoj të trupi, atëherë kutin duhet ta vendos te trupi. Dhe po ta shohim, lentja del nga fokusi, por ama trupi është në fokus. Nëse unë çoj lente përpara, ajo ku doli trupi nga fokusi dhe është pjesa e parë e lentes. Kjo është single point. Continuous pastaj ka eye detect, face detect, të gjitha këto që sapo thamë më sipër, dhe në të njëjtën kohë ka tracking ose subject
detect, që do me thënë, ti zgjedh një kuadrat në fushpamjen e aparatit dhe i thua që këtë pjesë aparati duhet ta ndjeki gjatë gjithë fushpamjes. Pra nëse unë po ndjek një diçka që nuk është një person, po them një makinë, i them e vendos kuadratit e makina dhe momentit që unë e shtyp aparatin në gjysmë, shateri në gjysmë, atëherë aparati e ndjek atë objekt gjatë gjithë imazhit. Pra vetëm gjë që ne duhet bëjmë është që ta mbajmë objektin apo subjektin në fushpamje dhe aparati përpiqet që ta ndjekë vetë gjatë gjithë kohës. Continuous autofocus për mendimin tim është mënyra më e mirë për të fotografuar sidomos personat, pasi nëse unë jam duke shkrepur në një moment, do me thënë fokusohem njërë në single point dhe pastaj e heq dorën nga fokusimi, atëherë ç'a ndodh? Nëse personi lëviz kokën para apo mbrapa, automatikisht del nga fokusi. Ndërsa kur e ke continuous, ja, siç jam unë për shembull, pra unë e kam vendosur edhe shpejtësinë nga dalë, por mund ta shohim që aparati ndjek fytyrën time, syrin tim përgjithsisht, dhe kush është syri më i afërt është në fokus. Ja, për momentin është ky sy në fokus, nëse unë e kthej kokën kalon tek syri tjetër. Automatikisht e bën vetë te aparati. Këto janë pak a shumë bazat e autofokusit. Shpresoj që të jetë një video sa më e thjeshtë dhe sa më e shkurtër që t'ju bëj të kuptoni diferencat midis autofokusit single, manual dhe continuous. Nëse kjo video ju ndihmoi sadopak në kuptimin e botës autofokusit, atëherë ju lutem që të bëni një like ose mundësisht të bëni subscribe. Nëse keni ndonjë pyetje, ndonjë paqartësi, ju lutem më shkruani në Instagram ose më shkruani drejt për drejt në YouTube ose ligjeni poshtë te komentet. Ju lutem nëse keni ndonjë sugjerim ose ndonjë ide për ndonjë video të ardhshme, ju lutem të më lini poshtë ose të më njoftoni. Jam shumë mirëpritës për sugjerimet tuaja. Së bashku shihemi në videon e ardhshme. Mirupafshim.